Zëvendësministra franceze e mbrojtjes Alice Rufo i ka dhënë përgjigje të prerë presidentit amerikan Donald Trump teksa deklaron se NATO nuk është e projektuar për të zhvilluar operacione në ngushticën e Hormuzit. Ajo thekson se një rol i tillë do të dilte jashtë mandatit të saj dhe mund të binte ndesh me parimet e së drejtës ndërkombëtare. Deklarata u bë gjatë një forumi të organizuar nga media franceze Le Point. Rufo sqaroi se NATO është një aleancë ushtarake orientuar drejt mbrojtjes së territoreve të zonës euroatlantike dhe jo për operacione në rajone të tjera strategjike si Gjiri Persik. Ajo shton se Franca nuk e mbështet iniciativën e udhëhequr nga SBA-t për të rihapur ngushticën e Hormuzit përmes një koalicioni ndërkombëtar. Sipas saj, Parisi favorizon qasje jo ofensive për garantimin e lirisë së lundrimit detar dhe rikthimin e rrjedhës së tregtisë, duke pranuar njëkohësisht se kjo qasje ka shkaktuar pakënaqësi në Washington. Duke ju referuar funksionimit të NATO-s, Rufo thekson se neni 5 i aleancës bazohet në parimin e mbrojtjes kolektive, ku siguria është përgjegjësi e përbashkët e të gjithë anëtarëve. Ajo nënvizon se uniteti dhe shmangja e përçarjeve janë thelbësore për forcimin e aleancës. Në planin më të gjerë, Rufo thekson nevojën që Europa të marrë më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e saj, një kërkesë që sipas saj mbështetet gjithnjë më shumë edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo shton se zhvillimet e fundit në marrëdhëniet transatlantike tregojnë një kombinim të stabilitetit dhe tensioneve, duke nënvizuar rëndësinë e besueshmërisë dhe parashikueshmërisë mes aleatëve. Në përfundim, Rufo thekson se forcimi i mbrojtjes europiane brenda NATO-s rrit besimin dhe kredibilitetin e aleancës, duke e lidhur këtë drejt për drejt me gatishmërinë e vendeve europiane për të garantuar sigurinë e tyre. Ndërkohë, kërcënimi i Donald Trump për t'u larguar nga NATO duket se nuk po e lëkund as pak Europën. Kjo e fundit ja bën të qartë se lufta në Iran nuk është as pak e saj.